Diskutojmë këtë që ka ndodhur me zotin Shemsi Prençi, ish drejtuesi i lartë i Policisë së Shtetit, njohës dhe ekspert i çështjeve të sigurisë. Zoti Prençi, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit ju. Çështja është e thjeshtë, i dim të dhënat e ngjarjes. Tani duhet të bëjmë analizën. Çfarë ka ndodhur ditën e djeshme? Çfarë duhet të rregullojmë sot me urgjencë? Se nuk besoj se të pasurit një dëshmor është një gjë që ndodh rëndom. Së pari më lejoni që nëpërmjet ekranit tuaj televiziv t'i përcjell familjes dhe të afërme të dëshmorit më të ri të dheut ngushëllimet e mia të sinqerta dhe të shpreh keqardhjen për atë çka ka ndodhur dhe njëkohësisht edhe shërim të shpejtë të policit tjetër të plagosur. Ngjarja është shumë e rëndë. Për hir të vërtetës, mua më shqetëson qëndrimi hermetik i policisë së shtetit në raport me situatën si është zhvilluar, prapat të cilës dyshoj se fshihet e vërteta. Çfarë do thotë kjo? Unë personalisht kam punuar mbi 25 vite në policinë e shtetit. Pjesën më të madhe të karrierës time kam qenë drejtues operacional, qoftë për 3 vite e gjysmë që kam qenë 5 vite, se 2 herë kam qenë drejtori i strukturave forcave lëvizëse operacionale, pra forcave speciale të policisë së shtetit. Për 2 vite kam qenë shef shtabi i forcave të ndërhyrjes shpejt në Shkodër dhe pjesën më të madhe të karrierës time e kam në drejtim të forcave operacionale në terren. Pra ka gjëra që ju bëjnë përshtypjet e këtij operacioni? Patjetër, unë ndoshta kam qenë oficer i policisë me fat, por nuk kam patur asnjë plagosje dhe asnjë të vrarë nga radhët e forcave që unë i kam drejtuar. Të shkosh në një operacion policor ndaj një personi me rrezikshmëri të lartë, potencial si ky rasti i braçellarit, i cili ka qenë ushtarak dhe gjithmonë ushtarakët kur futen në rrugën e krimit, pavarësisht llojit të kriminalitetit, janë të rrezikshëm sepse janë potencial edhe për të reaguar, edhe për të kundërpërgjigjur. Këtë nuk e ka marrë në konsiderat leadershipi i policisë së Korçës, sepse duhet ta kishte marrë në konsiderat. Mos harrojmë se ishin 4 operacione të Reneas dhe kishin dështuar në raport me kjo, çka do të thotë që ose ka informacione brenda radhave të policisë për personi inkriminuar, se si mund të iki. Reneas është e vështirë të ikish, po do të thotë që Renea ka dështuar sepse informacioni nuk ka qenë i sakt për vendodhjen. Në këtë rast që ishte informacioni i sakt, sepse po të shikosh pamjet filmike, ai kishte ngritur një kështjellë atje. Biznes. Kishte ngritur një biznes me disa stalla. Domethënë, ky personi që ishte në kërkim. Ai ishte i dukshëm. Për 10 vjet, i dënuar 10 vjet, pra ky kishte bërë aktivitet biznesi, kishte ngritur disa stalla, kishte ngritur kështjellën atje. Pra gjithçka në hundën e policisë është e papranueshme, në mënyrë kategorike e papranueshme për një drejtori policie që ky të arry. Unë kam patur rastin në Bilisht, në pjesën verilindore të Bilishtit, që një person për shkak të ngacmimit të motrës që kishin bërë, vret 2 vëllezër. Po thoni për rastin e vëllezërve Mulliri. Po, në Bilisht. 3 vëllezër. Po, në Vidohov. Jo, në Bilisht, në vitin 2006. Unë kam qenë në takim ndërkohë u kam qenë në takim me një grup ekspertësh amerikanë që kishin ardhur për të asistuar policinë e shtetit dhe kam lënë takimin dhe kam shkuar vetë në drejtim, kam marrë megafonin dhe ndërkohë që policia po e ndiqte, derisa krijuam rrethimin e largët të autorit, kam komunikuar me megafon duke i pozicionuar policët të mbrohen, sepse faza e interlokutimit, e ndërmjetësimit, e komunikimit, e thirrjes është një fazë shumë e rëndësishme për një operacion. Madje arritëm deri atje sa që masi kishim siguruar rrethimin e sakt që mos na ikte, i nxorëm në megafon edhe t'jamën duke i bërë thirrje. Po, duke marrë masa mbrojtëse... Duke neutralizuar situatën. Po, duke marrë masa mbrojtëse për forcat e policisë që mos rrezikoheshin. Se shikoj çfarë do të thotë, jo pa qëllim, ju thash ju që pyeteni sa ka qenë distanca që autori i krimit, pra personi që ishte në kërkim, ka gjujtur policin. Se në mënyrë kategorike nuk duhet ne të afrohemi më shumë se forca shpuese e armës Kalashnikov, kur ti ke edhe jelekun antiplum. Pra, ne du të qëndrojmë në atë pozicion që
forca shpusme të mos e shpoj antiplumin. Pra, në këto kushte do ta bësh negocimin me personin kërkim, me kriminalin, me vrasin, me tjetrin. Pra, a janë respektuar këta rregulla të... Ju mendoni se jo? Po, fakti që plumbi i Kalashnikovit ka shpuar jelekun antiplum, kjo do të thotë që nuk është respektuar. Megjithëse plumat janë marrë në kokë, po kjo tregon njëri nga plumat e ka shpuar. E ka shpuar. Pra, çka të thotë që distanca ka qenë shumë më afërt. Një dhe e dyta, në rast se ne e kishim të vlerësuar këtë person si person me potencial të lartë kriminal, pse nuk janë përdorur edhe kokorët antiplum? Që policit mos e marr plumin në kokë. Se ka antiplum, ka dhe kokore antiplum. Pra, nëse bëhet ka policia jonë to? Patjetër. Përse ka ndodhur kjo? Sepse ti mundet që personat që do përdorish, pra, forcat policore, që do përdorish për rrethimin e largët, do t'i përdorish vetëm me antiplum. Personat që do futen në operacion me rrezikshmëri të lartë, ndaj një personi me rrezikshmëri të lartë, që din të përdorin më së miri, duhen masa ekstra që përveç antiplumit do të kesh edhe jelekun antiplum. Një dhe e dyta, unë e kam përmendur edhe në studio tjera një parim të pashkruar në legjislacionin shqiptar dhe në gjithë botën, që të gjitha nënat janë nëna. Po kur të vi momenti për fatalitetin, është më mirë të qaj nëna e kriminalit se nëna e policit. Ky parim i pashkruar duhet jetë në memorien e çdo punonjësi policie kur futet në një operacion me rrezikshmëri të lartë ndaj personave ekstra me rrezikshmëri të lartë. Dhe unë besoj që ky instruktazh në policinë e shtetit, në policinë vendore të Korçës, dhe përpara këtyre strukturave që do merreshin pjesë në këtë operacion, nuk është bërë. Nuk është bërë sepse fakti që ata nuk mendoan fare që do kishte shkëmbim zjarri, po thoni? Shiko, po një person që i ka ikur Eneas 4 herë, një person që i ka ikur policisë, një person që e kërcënonte policinë dhe i bante sehir duke ngritur një aktivitet biznesi në mal, pra do të thotë që ai e ka rezistencën. Këtë informacion mbi psikologjinë e këtij personi me rrezikshmëri të lartë duhet ta kishte policia e Korçës, duhet ta kishte policia e shtetit. Shiko çam ka bërë përshtypje qëndrimi i drejtorit përgjithshëm të policisë, i cili në krah të ministrit, tha unë nuk kisha dieni për operacionin që do bëj. Pra çka do të thotë që komunikimi i drejtorisë vendore me drejtorinë e përgjithshme të policisë për një operacion ndaj një personi me rrezikshmëri të lartë ka munguar. Një, e dyta, a do ishte e udhës që duke qenë se informacioni ishte shumë i saktë, që policia e Korçës të mjaftohej vetëm me rrethimin dhe të qëndronte në pritje derisa të vindishin forcat speciale nga Tirana me helikopter. Përse do të ndodhte kjo? Sepse personi me rrezikshmëri të lartë, ish ushtaraku, braçellari, nuk mundet të dalë nga stani duke komunikuar ti me megafon që ngushtojeni rrethimin, ngushtojeni perimetrin, merrni masa sigurie për mbrojtjen e jetës dhe zjarri do të hapet me komand vetëm në rast se personi do të hapi zjarr, pra duke komunikuar me megafon, se i bën presionin psikologjik konsumon fazën e parë të negocimit, nëse ai don të dorëzohet, po gjithmonë që ti duhet të kesh marrë masa mbrojtëse që mos të gjuajnë me plumb. Dhe pastaj do të vazhdosh edhe presionin me përdorimin e armëve në rast se ai kur ai do të dëgjojë gjithë ato zëra në të gjitha drejtimet, ai nuk bën përpjekje më për ta qarë rrethimin, sepse ai e din se do përballet me reagimin e armës. Dhe ndërkohë që do vinte dita, sepse në 7:30 ka pas zbardhur dita ose në orën 7, kur ato janë vendosur në pozicionin e rrethimit. Pra në këto kushte ai do ishte më i pasigurt po të dilte në terren për të qarë rrethimin në të majtë, në të djathtë, mbrapa apo para. Pra në këto kushte edhe duke i dhënë mundësi të mendoj për të dorëzuar, sepse prandaj është faza e negocimit, është faza pas garantimit të rrethimit të perimetrit të largët, është faza kyçe për të komunikuar me personin me rrezikshmëri të lartë. Unë mendoj që fakti që drejtori i përgjithshëm i policisë, me sinqeritetin e tij të tepruar për momentin,
konsidero të i tepruar, se unë e di shumë mirë që e prorët e ti, kryeministri janë zemruar me atë sinqeritet që ai shpalosi dje në media, tregon që diçka mungon në komunikimin e institucional të zinxhirit, sepse ne edhe për probleme më të thjeshta e kemi vënë dieni drejtorinë e përgjithshme të policisë sa herë që ne përgatiteshim për të shkuar në një operacion, ose sa herë ne kishim një plan masash, qoftë edhe për menaxhimin e një problemi në territorin vendor. Por iniciativa e tepruar me njerëz ndoshta edhe pa përgatitur për këtë situatë. Kjo do të ishte pyetja ime e fundit. A është kjo pasojë e një policie të bjerrur nga këto vite skandale dhe abuzime në kupolën e saj? Shiko, unë leadershipin e ri të policisë e vlerësoj sepse është një oficer me integritet, por me profesionalizëm, por e ka gjetur policinë e shtetit në një deregje të shpërbër, pra degradim total. Ngjarjet e fundit të Zvërnecit, ku policia private përdor sprajt dhe lënë lakrimogjene kundër qytetarëve dhe kundër policisë, po të shikosh pamjet që përdor sprajt kundër policëve të shtetit. Dhe policia e shtetit nuk reagon ndaj policisë private, të cilët rezultuan që nuk ishin as policë privat të regjistruar dhe të licencuar nga Drejtoria e Përgjithshme e policisë për të qenë policë në SHRSF-t, tregon që policia ka degraduar. A do të mund ta kuroj leadershipi Skënder Hitaj? E ka shumë të vështirë. Përse? Sepse është një periudhë kohore e gjatë 12 vjeçare, 13 vjeçare, ku në sloganin policia që duam, të kryeministit të Shqipërisë, kemi ngritur një polici të dhënë me koncesion ndaj oligarkëve, ndaj botës së krimit, sepse ne nga Shkodra edhe deri në Sarand kemi parë një polici të shitur të grupet kriminale, një polici të shitur të grupet e interesit të biznesit të oligarkët. Dhe ne e shohim çdo ditë atje ku protestojnë qytetarët për padrejtësi, se si lejohet arroganca e policive private, si lejohet arroganca e policisë shtetit, dhe si lejohet që në rrugët e Shqipërisë t'i qajnë oligarkët të cilët kanë marrë fonde nga shteti dhe i kanë bërë ato rrugë për të shkuar tek parqet, o te plazhet, ose tek komplekset turistike të tyre. Pra, në parë në këtë... Një pyetje naive nga këto pyetje taksistësh, më pëlqen të etiketoj këtu. Nëse ju do ishit shefi i grupit të policëve gjatë protestës së Zvërnecit me ato sjellje, si do kishit vepruar pasi të kishit parë sprajin dhe pengmarrjen atij qytetar? Në mënyrë kategorike do të ndërhyja direkt. Do të shkoja te policia private, do ta merrja qytetarin nga duart brenda dhe do të arrestoja në flagrancë të gjithë punonjësit e policisë private që ishin aktiv në atë vepër të turpshme, sepse forca e policisë së shtetit në ekzekutimin e ligjit nuk duket dhe nuk tregohet tek tërheqja zvarr e të pamundurve, e njerëzve në nevojë, po tek ata që tregojnë muskujt falso të fryrë përballë qytetarëve. Policia e shtetit në Vlorë ka qenë një dështim total në menaxhim. Por e them edhe një herë, nuk mundet, unë e kam shpreh edhe në vende tjera. Po e keni parë kryeministri i Shqipërisë çfarë bëri? Direkt urdhëroi pezullimin e drejtorit përgjithshëm të policisë, sepse në këtë formë, duke pezulluar publikisht drejtorin e policisë, shfryn tensionin. Por drejtorin e policisë, mirë por, rrethimi i 340 hektarëve tokë, brenda të cilëve 100 hektar tokë që gënjeu kryeministri që janë tokë private, 186 hektar tokë ishin pasuri publike, dunat ranore, brezi i Rërës në Bregdet dhe pjesa e ujit ku shtyllat e rrethimit kishin depërtuar deri në ujë. Pra, kryeministri i Shqipërisë nuk bën një analizë të thotë kush ja dha këtë të drejtë këtyre pronarëve, më thonjë za të ligjshëm të tokës, që edhe pjesën e pasurisë publike ta fusin brenda rrethimit. Një dhe e dyta, përse kryeministri i Shqipërisë dhe gjithë ekzekutivi shqiptar nuk morën masa administrative, shkarkuse apo proceduse për ata që kishin lejuar rrethimin. Si Bashkia Vlorë, Inspektorati Vendor i Bashkisë, Drejtoria e Urbanistikës,
Drejtoria e zonave të mbrojtur të Republikës së Shqipërisë, IKMT-ja qendrore, AKMZ-ja, të gjitha institucionet që të mos i rrezhdojmë. Përse nuk u shkarkuar askush? E dini pse nuk u shkarkuar? Ja të tërgoj. Sepse të gjithë to janë funksionar politik, janë patronazhist që partia i ka shpërblyer për votat që u kanë vjedh, që u kanë grabit, që kanë patronazhuar, dhe këto nuk mund shkarkohen sepse këto i japin faturë pushtetit. Kurse një ushtarak i cili ka bërë karrierë në polici, shkarkohet vetëm për të shfryrë mllefin popullor. Premçi i qartë si gjithmonë dhe si pasojë e kësaj akoma më të shqetësuar ne si qytetar. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Vlerësoj, ndërkohë ne do të postojmë pak fare në Kosovë shkurtimisht me kolegun dhe mikun ton Kron Sadiku për të parë se ç'po ndodh atje, zgjedhje sërish, miq të dashur. Dhe zgjedhje pa frikë. Zgjedhjet e 7 qershorit janë të tretat me radhë vetëm brenda një viti e gjysmë pas krizave të njëpasnjëshme politike në Kosovë. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, e shpalli 7 qershorin si datën për mbajtjen e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme parlamentare. Vendimi i Haxhiut vjen pas dështimit të Parlamentit të Kosovës për ta zgjedhur presidenten sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese, çka bëri që të shpërndahet parlamenti dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Kujtojmë se brenda 18 muajve, Kosova po shkon në zgjedhjet e treta parlamentare duke i larguar vendin nga normaliteti demokratik dhe duke e vendosur atë në logjikën e krizës së përsëritur. Të shumt kanë qenë analistët, të cilët zgjedhjet në Kosovë i kanë cilësuar si të pamjaftueshme për të vlerësuar cilësinë e demokracisë, nëse nuk ndiqen me qëndrueshmëri institucionale. Sipas tyre, bllokimet e shpeshta pas-zgjedhore kanë ndryshuar mënyrën se si vendi perceptohet ndërkombëtarisht, duke zhvendosur fokusin nga procesi zgjedhor te kapaciteti për qeverisje. Vetëm 6 muaj më parë, zgjedhjet prodhuan fitues lëvizjen vetvendosje me mbi 51% të votave, që në kushte normale do të nënkuptonte stabilitet politik. Por dështimi për të zgjedhur presidentin e ri të shtetit aktivizoi afatet kushtetuese dhe e ktheu vendin sërish në kutitë e votimit. Por opozitën dhe jo vetëm, fushata deri tani ka qenë në lëvizje të plot me tubime, takime, fjalime, por përmbajtja e saj mbetet e kufizuar. Më shumë akuza dhe kërkim përgjegjësish për atë që ka ndodhur dhe më pak ide të reja për zgjidhje apo rrugë përpara. Çfarë do të sjellin zgjedhjet e 7 qershorit për Kosovën?